Të nderuar besimtarë, do të flasim sot për afërsinë me Allahun Azza wa Jall, rëndësinë e saj dhe frytet e saj në jetën e besimtarit. Ne si njerëz, njeriu në vetveten e këtë botë kërkon vazhdimisht, mund kërkoj pasuri nga Zoti i tij, mund kërkoj famë, mund të kërkoj pushtet, mund të kërkoj pozitë të lartë. Dikush kërkon qetësinë shpirtërore, dikush kërkon të jetë i qetë shpirtërisht, dikush kërkon familjen, dikush kërkon shëndetin. Njeriu në origjinë është qenie e dobët që vazhdimisht në të mirë dhe në të keq ka gjithmonë nevojë për Zotin e tij, për atë që e krijoi nga hiçi. Por njeriu shpeshherë të gjitha këto që i kërkon mund t'i ketë, mund t'i zotërojë në jetën e tij të përditshme, mund të ketë shëndetin, mund të ketë pasurinë, mund të ketë fëmijët, mund të ketë familjen, mund të ketë prindrit, mund të ketë çdo gjë, dhe përsëri është në anë. Mund të jetë në depresion, nuk është i qetë, nuk e ka arritur ta gjejë dot qetësinë e tij. Padyshim, sipas besimit ton, qetësia e vërtetë për njeriu është kur ai ecën në rrjedhshmërinë e asaj që Zoti, në natyrshmërinë e asaj që Zoti ka krijuar, që të jetë rob i sinqert me të gjitha mëkatet që ka, rob i sinqert i Zotit të tij që e krijoi nga asgjë dhe i dha formën më të bukur njeriu dhe e bëri krijesën më të lartë, dhe çdo gjë që sheh njeriu e nënshtroi Zotit që të jetë në shërbim të njeriu, dhe njeriu ka detyrë vetëm të adhurojë Zotin e botë. Dhe përderisa njeriu e quan veten e tij rob i varfër ndaj madhështisë së Zotit dhe adhuron vazhdimisht Zotin e tij me të gjitha mëkatet, gabimet, gjunahet që ne kemi, atëherë ai njeri di ku ta gjejë forcën kur ai është në ankth, kur është në depresion. Ai di ku sprovohet, duron për hir të Zotit të tij. Ai di ku përballet me të mira, e di që këto të mira i vijnë nga Zoti i botëve dhe e falendron Allahun Azza wa Jall. Kur është në një çështje që është në mëdyshje, është në dyshim për të zgjedhur, ai kërkon udhëzim, kërkon më të mirën po nga Zoti i tij. Nga Allahu Azza wa Jall që na ka dhënë çdo gjë dhe mban në kontroll çdo gjë. Mbajtësi i gjithçkaje, i gjalli dhe el Hayy el Qayyum, i gjalli i përjetshëm dhe ai që mban në ekzistencë çdo gjë që sheh njeriu bashkë me njeriu, e mban në këmbë, e mban në ekzistencë Zoti i botëve, Allahu Azza wa Jall. Në shumë vende të Kuranit famlar, Allahu i thot profetit ton të nderuar Muhamedit alayhis salam për të thënë diçka dhe i thot thuaj kul, përdor foljen duke urdhëruar, foljen urdhëruese duke thënë profetit alayhis salam thuaj. Por kur vjen puna për tek afërsia e Allahut me robërit e tij, në krijesat e tij, Allahu këtë folje ka hequr dhe thot wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Dhe kur të pyesin robërit e mi, ty o Muhammed për mua, thot, nuk thot thuaj që unë jam afër, por thot padyshim që unë jam afër tyre. Falyastajibu li. Ai të më përgjigjet ftesës sime, sepse unë dhe besoj tek unë me shpresën që të jetë në rrugën e udhëzimit. Se unë i përgjigjem atij që më lutet mua, thot Zoti i gjithësisë, dhe jam afër atij. Pra afërsia e Allahut Azza wa Jall është shumë pranë kur ne jemi robër të sinqert dhe ne duam të adhurojmë Zotin e vërtetë dhe kthehemi me tërë qenien tonë dhe mbështetemi tek Zoti i gjithësisë. Afërsia e Allahut Azza wa Jall është ëmbëlsia më e madhe që mund të përjetojë njeriu në jetën e tij të adhurimit. Ibn Taymija Allahu e mëshiroft thot në këtë botë është një xhenet. Që ai njeriu që nuk hyn në këtë xhenet, ai nuk ka për të hyrë edhe në xhenetin e ahiretit, thot dietarja Allahu e mëshiroft. Dhe xheneti në këtë botë thot është ëmbëlsia e njohjes se Allahu të madhëruar dhe adhurimit të Allahut të madhëruar, dhe është dashuria për të dhe afërsia që ndjen njeriu kur e bën adhurimin për hir të Allahut Azza wa Jall. Prandaj çdo kush të pyes veten, unë kur e adhuroj Zotin e gjithësisë, a afrohem më shumë me Zotin tim, me Allahun tim, me krijuesin tim që më ka dhënë çdo gjë që unë zotëroj në jetën time? Kur unë fal një namaz, a jam afruar më shumë? A ndjej afërsinë e Zotit tim? Ala bi dhikrillahi
tatma'innul qulub. Në të vërtetë që zemrat e njerëzve qetësohen kur e përmendin Zotin e gjithësisë. Ne kur e përmendim zemra jon andikohet, a reagon, a e përmendim me tërë qenien tonë, me sinqeritet, me shpirtin tonë kur themi një fjalë subhanallah. I madhëruar je ti o Zot, larg çdo të mëdhe. Kur ne themi elhamdulillah, falënderimi takon ty o Zot për çdo mirësi që na ka dhënë. Kur themi Allahu Ekber, ti je i vetmi i madh dhe nuk ka asnjë gjë tjetër të madh. Ai që është i madh i vetmi absolut është Allahu Azza wa Jall. Pra, adhurimet kur bëhen duhen bërë me një vetdi e plot, duke përjetuar afërsinë dhe duke shijuar ëmbëlsinë e madhështisë së Zotit të gjithësisë, së Zotit të botëve të gjallit përjetshmit, i gjalli mbajtësi i çdo gjëje. Profeti alayhis salam, kur ai kalonte situata më të ndryshme, provat nga më të vështira padyshim që i kanë kaluar profetët dhe ndjekësit e profetëve. Ai kur e urdhëronte ndonjëherë Bilalin radhiyallahu anhu, muezinin e tij, i thoshte rihna biha ya Bilal. Na kënaq, na qetëso, na reaton ne duke bërë ikametin, duke thirrë ezanin dhe ne të shkojmë drejt lidhjes me krijuesin ton, me Zotin e botëve, Allahun Azza wa Jall, dhe kur themi Allahu Ekber, vetëm Zoti është më i madhi, ai është i madhi i vetëm, çdo gjë edhin pas krave dhe ne jemi lidhur me tërë qenien ton pas madhështisë së Allahut Azza wa Jall. Dhe ai përdor nocionin na qetëso, na jep një rehati o Bilal, pra duke u bërë gati për të falë namazin. Pra i tillë do të jetë edhe dimensioni i adhurimeve që bën besimtari në jetën e përditshme. Çdo adhurim ai do ta shohë si një kënaqësi, si një ëmbëlsi më të veçantë që ai mund përjetojë në të botë. Prandaj thot profeti alayhis salam, unë kënaqësinë më të madhe e marr në namaz, në asnjë vend tjetër. Kënaqësinë time më të madhe dhe është drita e syve të mi është namazi im, thot profeti alayhis salam. Pra, namazi nuk duhet parë si një bar. Në një hadith kutsi, Allahu Azza wa Jall thot: "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi shay'in habbu ilayya mimma iftaradtuhu alayhi, wa la yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah." Thot, njeriu nuk afrohet më së shumti, pa nuk e ndjen më së shumti afërsinë time vetëm kur çon në vend gjërat që unë ja kam bërë detyrim, thot Zoti i gjithësisë. Njeriu fillon të afrohet më së shumti me mua kur ai detyrat që ka nga Zoti i gjithësisë i çon në vend. Dhe njeriu vazhdon të afrohet tek unë, thot Allahu Azza wa Jall, me veprat e tij vullnetare, nafile, dhe ai vazhdon të bëj këto vepra derisa unë e dua, thot Allahu Azza wa Jall. Pra më së pari ne do të bëjmë ato gjëra që kemi detyrim karshi Allahut Azza wa Jall, të gjitha detyrimet, farzet që Zoti na i ka bërë obligim. Dhe shtylla e fesë që e ndan besimtarin nga jo besimtari padyshim është ruajtja e namazit të gjithë secilit prej nesh. Aqrabu ma yakunu 'abd min rabbihi wa huwa sajid. Njeriu është më afër me Zotin e tij kur ai është në sejdë, kur ai e ka shtypur egon e tij dhe është nënshtruar madhështisë së Zotit të tij, dhe ka thënë Allahu Ekber, dhe ka nënshtruar egon e tij dhe ndjen afërsinë e Zotit të botëve. Por ajo që ne duhet të pyesim veten tonë, cili është dimensioni i namazit tonë? Sa ne ndjejmë nga namazi ynë? Kur një shok e pyeti profetin alayhis salam dhe i tha: "Këshilloi dërguar i Zotit", ai i tha: "Kur të falësh namazin, fale sikur është namazi yt i lamtomirës. Fale namazin tënd sikur është namazi jot i fundit në këtë botë." Pra, përjetimet e tua me namaz do të jenë shumë të thella, dimensioni do të jetë shumë i lartë, pa harruar edhe ndjenjen e ihsanit që ti ta adhurosh Zotin sikur ti e sheh atë. Edhe pse ti nuk mund ta shohësh sepse je krijuar në një dimension të tillë që nuk e sheh dot Zotin e botëve, atëherë je mjaft i bindur që Zoti të sheh në çdo moment dhe ti hyn në këtë lloj dimensioni të adhurimit ndaj Zotit tënd, ndaj atij që të ka krijuar. Prandaj namazi, pozita e namazit është nga gjërat që Zoti ka urdhëruar dhe njeriu afrohet më së shumti tek Allahu Azza wa Jall, dhe kjo gjë në radhë të parë duhet bërë: "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahu ad-din." Dhe ata nuk kanë urdhëruar për asgjë tjetër, vetëm për të adhuruar Allahun Azza wa Jall, duke qenë të sinqert në adhurimin e Allahut Azza wa Jall.
Namazi duhet bërë me dashuri, me ëmbëlsi, duke ndjerë afërsinë e Allahut Azza wa Jall. Nuk duhet parë si një barr që un kam për ta hequr 5 vakte ditore dhe kur unë kam fal 5 vaktet, unë kam sigur xhenetin. Kur ne bëjmë adhurim, nuk duhet bëjmë kalkulime, llogari njerëzore. Kur ne bëjmë adhurime, ta shohim me syrin që e kemi për detyrë ndaj Zotit gjithësisë, ta shohim me syrin e afërsisë ndaj madhështisë të Allahut Azza wa Jall, dhe ne të ndjejmë kënaqësinë më të bukur që është afërsia dhe ëmbëlsia e madhështisë së Zotit gjithësisë. Sepse njëkohësisht duhet të kujtojmë vetes që siç na thot profeti alayhis salam, askënd prej jush nuk e fusin punët e tij në xhenet. Dhe i thanë, oj dërguari i Zotit, edhe ty, thot, edhe mua, punët që unë bëj nuk më fusin dot në xhenet, vetëm nëse Zoti më mbështjell në mëshirën e tij. Pra kur bëjmë adhurime ditore, mos harrojmë të lloj dimensioni që sa herë të falesh ti, kjo gjë nuk çon dot ty në xhenet, po ajo që të çon është mëshira e Zotit. Është ndjenja e besimit që ti ke në zemër duke adhuruar Zotin tënd vërtet, Allahun Azza wa Jall, dhe në këtë lloj dimensioni duhet bërë çdo adhurim që bën njeriu. Pra, jo duke bërë kalkulime që unë tashmë duke i falur 5 vaktet, e hoq edhe këtë vakt, e fal edhe këtë vakt, kam edhe një vakt ta fal sa më shpejt. Ky është namaz mekanik. Ky është adhurim mekanik që njeriu nuk afrohet me Zotin e tij. Prandaj çdo namaz e largon njeriu nga punët e këqija dhe afron më së shumti me Zotin e botëve, me Allahun Azza wa Jall. Prandaj namazi, pozita, shiko sa rëndësi ti jep namazit në jetën tënde, të kuptosh se sa i afërt je me Zotin tënd, me Allahun Azza wa Jall. Prandaj detyrat që ka njeriu karshi Allahut Azza wa Jall, dhe së dyti karshi prindërve të tij. Njeriu tregohet sa besimtar është dhe sa i sinqert është, tregohet në mirësjelljen që ai sillet me prindërit e tij. Aty del në pa besimi i vërtet dhe i sinqert. Kur njeriu nuk është mirënjohës ndaj prindërit e tij, që i ka bërë kokën, që e ka rritur, që ka bërë gjitha sakrificat e mundshme, dhe kur njeriu nuk sillet mirë me prindërin e tij, atëherë ai nuk mund të quhet kurrë si besimtar i mirë. Ai njeri që sillet keq me prindrit ka marrë hidhërimin e Allahut Azza wa Jall. Dhe ai njeri që sillet mirë me prindrit ka marrë kënaqësinë e Allahut Azza wa Jall. Prandaj adhurimi ynë i përditshëm duhet të ecë në raport të drejtë me të gjitha veprimet që ne bëjmë në përditshmërinë tonë, nderuar besimtar. Dhe ajo që na mëson ne afërsinë me Allahun Azza wa Jall është edhe leximi me meditim i ajeteve të Kuranit famlar. Kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadhakkara ulul albab. Thot, është një libër që ne kemi zbritur dhe ai është i begat. Është plot begati për jetën e atij që e lexon me sinqeritet për hir të Zotit. Dhe ne kemi zbritur ajete që njerëzit të meditojnë për këto ajete që ne kemi zbritur, dhe që njerëzit e mençur të reflektojnë dhe të gjejnë rrugën më të mirë për t'u afruar tek Allahu Azza wa Jall. Dhikri, përmendja e Allahut, është një nga ato punë që na mësojnë që ne të jemi më afër me Allahun Azza wa Jall. Fadhkuruni adhkurkum. Më përmendni mua dhe unë do t'ju përmend ju, thot Zoti i gjithësisë. Shembulli i atij që e përmend Zotin e tij vazhdimisht dhe atij që nuk e përmend Zotin e tij është si shembulli i të gjallit me të vdekurin, thot profeti sallallahu alaihi wasallam. Pendimi i vazhdueshëm është nga ato punë që na afrojnë tek Allahu Azza wa Jall, që Allahu na do dhe jemi afër Allahut Azza wa Jall. Inna Allaha yuhibbu at-tawwabin. Allahu i do ata njerëz që pendohen tek Allahu Azza wa Jall. Por padyshim njeriu shpeshherë krijon edhe pengesa që nuk e gjen dot afërsinë me Allahun Azza wa Jall. Nga pengesat më të mëdha janë padyshim mëkatet, gjunahet që njeriu i bën në mënyrë të vazhdueshme dhe ka harruar Zotin e tij. Pra kur njeriu nuk bën ato gjëra që i ka detyrë, karshi Zotit, padyshim do të bëjë ato gjëra që Zoti i ka ndaluar. Dhe gjërat që Zoti i ka bërë farz, detyrim për ne, kur njeriu i çon në vend, ato e ruajnë nga gjërat që Zoti i ka bërë ndaluara për njerëzit. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Thot por jo, thot Zoti i gjithësisë, gjunahet e tyre, mëkatet e tyre janë ndryshkën zemrat, ja vulosën zemrat në sajta veprave që ata kanë punuar, në sajtë mëkateve që ata kanë punuar. Çdo gabim, çdo shikim haram lë një njollë të zezë të profeti alayhis salam në zemrën e besimtarit. Dhe sa herë njeriu bën një mëkat dhe nuk pendohet dhe nuk kthehet tek Zoti i tij, zemra e tij vetëm se nxihet derisa ajo largohet, vuloset, largohet nga Allahu Azza wa Jall.
Gafleti, shkujdesja është nga ato punë që e bën njeriu që të largohet nga afërsia e Allahut Azza wa Jall. Njeriu jeton në një shkujdesje absolute, në një moskokçarje absolute për çdo gjë që ai bën në këtë botë. Ai jeton në këtë botë sikur do të jetojë në përjetësi, sikur ka ardhur rastësisht dhe harron që çdo ditë vetëm se i afrohet fundit të përhershëm, largimit të përhershëm nga kjo botë kalimtare. Iqtaraba lin-nasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Njerëzve në të vërtetë që po ju afrohet llogaria dhe ata janë të shkujdesur, thot Allahu Azza wa Jall. Dashuria e tepruar për këtë botë padyshim është nga shkaktarët më të mëdha që njeriu ne udhton dhe që e largon nga afërsia dhe ëmbëlsia e dashurisë së Allahut të madhëruar. Prandaj profeti alayhis salam i tha shokëve të tij, nuk friksohem për ju për varfëri, por friksohem se do t'ju shtrihet dynjaja dhe ju do të garoni për mirësitë e kësaj bote, ashtu siç garuan ata para jush derisa u shkatarruan, thot profeti sallallahu alaihi wasallam. Prandaj Omeri radhiyallahu anhu na thot një shprehje shumë të bukur. Ashtu si ju do të jetoni në këtë botë, ashtu do të jetë edhe vdekja juaj. Dhe në mënyrën si do të vdisni, ashtu edhe do të ringjallni, thot Omeri radhiyallahu anhu. Elusim Allahun Azza wa Jall që të na bëjë nga ata njerëz që pendohen dhe kthehen me tërë sinqeritet tek Zoti i tyre, që adhurojnë me sinqeritet Zotin e tyre, që kur shkojnë për të falur namazin e falin duke pritur me shumë zell faljen e çdo namazi që kanë detyrë, dhe ata i shtojnë veprat e mira, i shtojnë veprat e mira nafile dhe e bëjnë këtë gjë derisa Allahu t'i dojë, dhe kur unë e dua robin tim, thot Allahu Azza wa Jall, atëre unë bëhem dëgjimi me të cilin ai dëgjon, bëhem shikimi me të cilin ai shikon, bëhem dora me të cilën ai prek dhe vepron, dhe bëhem këmba me të cilën ai ecën. Nëse më kërkon diçka, unë me siguri do t'ja jap, dhe nëse kërkon mbrojtje tek unë me siguri do ta mbroj, thot Allahu Azza wa Jall. Do të thotë që njeriu ka hyrë në dimensionin e ihsanit që Zoti e sheh në çdo moment, dhe dora e tij që unë bëhem dora e tij, pra dora e tij nuk bën asgjë që është ndaluar. Po sepse ai e di mjaft mirë që Zoti e sheh dhe dora e tij nuk prek diçka që është haram. Dhe këmba e tij nuk hedh një hap drejt të ndaluaras, sepse e di mjaft mirë që Zoti e sheh. Dhe ky njeri kur jeton në këtë lloj dimensioni që i bën detyra, dhe bën sa më shumë ti vepra vullnetare, dhe ndjen dashurinë e Zotit, dhe Zoti është prantim në çdo moment, dhe kur ai kërkon, Zoti i jep, dhe kur ai kërkon mbrojtje nga Zoti, përsëri Zoti e mbron këtë njeri. Dhe ai njeri që e sulmon këtë besimtar, thot Allahu Azza wa Jall, ta di që unë i kam shpallur luftë atij njeriu që sulmon një besimtar të tillë që i bën detyrat dhe bën nafilet, dhe ai është afër meje. Këtij njeriu, nëse dikush e sulmon, atëherë ai ka hapur luftë ndaj meje, thot Allahu Azza wa Jall. Elusim Allahun Azza wa Jall na fal, na mëshiroj dhe na mundsoj të gjithë së bashku të jemi në xhenetin